Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Jemi në mjediset e punës të zotit Besnik Vati, antari i bordit drejtues të shoqatës së operatorëve turistik të Shqipërisë, dhe duam të flasim për një bilanc të turizmit shqiptar të verës 2025. Zoti Vati, përshëndetje dhe faleminderit që na mikpritet në mjediset tuaja të punës. Dhe faleminderit që erdhët. Zoti Vati, edhe pse sezoni turistik veror ndoshta ende nuk ka mbaruar tani në fund shtatorit tek ne, çfarë bilanci paraprak mund të bëjmë? Unë mund të them që edhe ky sezon ishte një sezon i mirë, i pritshëm, madje unë përgjithsisht opinionin e kam më pozitiv se sa kanë qenë analizat gjatë sezonit verës, sepse pritshmëritë e mia ishin në këto Përmasa që ka pasur dhe po të largohemi gjithnjë nga ato përllogaritjet dhe e gabuara, sinqerisht trendi është më pozitiv se sa mund të gjykohet. Cila nga rajonet turistike të vendit ka performuar më mirë këtë sezon veror, që janë shumë të rëndësishëm, sidomos për këtë tip në turizmi të verës, Durrësi dhe Golemi, Jugu apo Shëngjini dhe Velipoja? Me gjykimin tuaj. Ndoshta në numra dhe në raportin cilësi numër, unë besoj që rajoni qendror i Durrës Golem është rajoni që pret më shumë të huaj, me kontrata më të garantuara dhe ka dhe jo vetëm një numër më të madh, por edhe shërbim shumë më të gjerë, shumë më të avancuar të shërbimeve turistike në plashe. Natyrshëm që edhe zonat e tjera janë mirë, por dihet më sa më afër aeroportit, aq më numër më të madh ka dhe aq më shërbime më të plotësuara dhe më të realizuara bëhen. Edhe pse aeroporti i Rinasit vijon të thyej rekorde pas rekordash në numër pasagjerësh të rritur, edhe për këtë sezon turistik veror, numri vizitorëve të huaj u rrit vetëm 0,4% në korrikun 2025 në krahasim me korrikun e një viti më parë. Duhet ta shohim si shenjë shqetësimi? Unë e thash pak në fillim, nuk është numri vizitorëve të huaj që duhet parë rritet apo nuk rritet, sepse numri i vizitorëve të huaj nuk përfaqëson numrin e turistëve në Shqipëri. Sepse brenda atij numrit vizitorëve mund të ketë ndodhur që është rritur me 15-20% numri i turistëve dhe është ulur me 10-15% numri i tranziteve. Pra, për sa kohë nuk e kemi numrin e turistëve të huaj, ne nuk mund të nxjerrim konkluzione të gabuara. Perceptimi im është që ky vit ka qenë më i mirë edhe në numër edhe në cilësi, madje siç thash që edhe analizat që bëhen nuk bëhen thjesht duke parë vetëm këto shifra, por ndonjëherë marrin një restorant, një hotel dhe sipas temperaturës që do të shpreh ai pronari i restorantit të hotelit, nxjerrin konkluzione që turizmi është më keq këtë vit apo më mirë këtë vit. Nuk vuan turizmi i Shqipërisë se turizmi im është më poshtë, apo nuk është turizmi i Shqipërisë me suksese të jashtëzakonshme nëse biznesi personal i dikujt është shumë më mirë. Në tërësi, turizmi në Shqipëri ka qenë më mirë se sa vitin e kaluar dhe ne më shumë duhet shohim atë që mat temperaturën e turizmit që është trafiku ajror. Nëse trafiku ajror është rritur nga viti në vit, jemi në rrugën e drejtë. Jemi në rrugën e drejtë. Për sa kohë kompanitë ajrore jo nuk heqin, por shtojnë destinacione. Shtojnë frekuenca, do thotë që diçka e madhe ndodh pavarësisht se
ne nuk i japim e nuk i kontrollojmë shifrat ashtu siç duhet. Ndër kryesore, zoti Vati, nga na vinë vizitorët e huaj, Kosova dhe Maqedonia kuptohet mbeten dy tregjet tradicionale me shumicën e numrit të këtyre vizitorëve duke përbërë më shumë se 35% të hyrjeve tek ne. Edhe për këtë 8 mujor, janar gusht 2025. Por rritjet të ndjeshme në 8 mujor kanë shënuar dhe numri vizitorëve nga Italia, Gjermania, Britania e Madhe. Komenti juaj? Unë përsëri do vazhdoj në atë shqetësim që kam. Vërtet Shqipëria ka numrin më të madh të vizitorëve të huaj nga Kosova dhe Maqedonia, madje në vend të tretë është edhe Mali i Zi, por numrin e turistëve që i sjellin të ardhurët Shqipërisë nuk e kanë me këtë numër. Pra, vërtet, ndoshta nga Kosova kemi shumë vizitorë, po kemi edhe shumë turistë dhe ka të ardhura të mëdha, por të ardhurat për frym, për turistë nga Kosova janë shumë më të ulta se të ardhurat për turistë nga ato kombe që nuk kanë numër emigrantësh që sjellin apo komësie shqiptare që sjellin në Shqipëri. Unë besoj që të ardhurat më të mëdha nga turizmi Shqipëria i ka për turist i ka nga Polonia, nga Spanja, nga vendet skandinave dhe më pak pastaj nga Italia, nga Gjermania dhe Britania, pasi kemi emigrantët tanë. Kemi emigrantët tanë. Po të shohësh fluturimet, për shembull, nga Italia mund të ketë 30 aeroporte nga ku fluturohet drejt Shqipërisë. Vërtet ka italianëve të shumt në numër. Por pjesa më e madhe janë emigrantët shqiptar, apo nga Londra janë 7-8 fluturime. Por në avion flitet ose shqip ose anglisht e fëmijësh të shqiptarëve. Pyetja para fundit, mund të rendisni 3 gjëra që shkuan mirë këtë sezon veror dhe diçka ndoshta që nuk ka shkuar dhe aq mirë? Mua më shumë si perceptim se analizat do të duhet t'i bëjnë më vonë do të marrikon. Unë mendoj që mirë ka shkuar organizimi dhe vetë angazhimi i bizneseve të lidhura me turizmin. Ka qenë serioz. Ka qenë serioz, i është përgjigjur kërkesave, shqetësimeve të turistëve të huaj, plotësimit të kërkesave të tyre, dhe kjo është gjëja më e mirë që bën që turistët e huaj të rikthehen dhe të mos jetë Shqipëria one time, pra një herë. Shikoj një herë dhe por që të jetë në vazhdimsi. Nuk do të doja të rendisja shumë, por vazhdon trafiku të jetë problem dhe pa pastërtit që do të duhet, unë besoj që është më shumë në edukat, plus organizimin e qeverisjes vendore për marrjen e masave për pastrimin e territoreve ku frekuentohen shumë nga turistët. Besoj keni dëgjuar për vendimin ose nismën e qeverisë që të kemi edhe një operator qendror kombëtar të trajtimit të mbetjeve. Mund ta ndihmojë turizmin, industrinë tonë turistike kjo qasje? Nuk ndoshta mund të jem i gabuar po të them po ose jo, sepse duhet shikohet në praktikë. Duhet shikohet në praktikë. Nga një janari kur të filloj. Një, e dyta, janë provuar shumë gjëra dhe nuk është se kanë funksionuar. Kanë pasur probleme si me organizim qendror, si me organizim lokal. Unë gjithnjë preferoj dhe ngul këmbë në organizimin lokal, pasi më afër klientit është bashkia. Nëse bashkitë do ta ndjejnë nevojën e turizmit si nevojë të rritjes së ekonomisë, së zonës, së rajonit të bashkisë, do duhet ta trajtojnë jo vetëm mbetjet,
Par edhe promovimin edhe ndjekjen e të gjithë rritjes që kërkon dhe kujdesit që kërkon turizmi. Pyetja e fundit përveç ndarjes në 6 rajone turistike të bërë nga strategjia kombëtare e turizmit 2025-2030, si mund të ndihmojnë më shumë programet dhe politikat qeveritare turizmin ton për këtë vit dhe vitet e ardhshme, në gjykimin tuaj? Turizmi do të ketë fytyrën e vetë nëse realisht analizohen edhe me shifra të gjithë llojet e turizmit përfshirë numrin total. Pastaj ndarja në 6 zona, apo në 8, apo në 4, apo në 5, ishte shumë ndarje dhe propozim i qartë, i saktë, por nga ana tjetër strategjia nuk është vetëm ndarje zonash, por përcaktimi i saktë. Duam turizëm në Bregdet, apo duam t'i kthejmë Bregdetet në vila dhe banesa për shitje. Pra, të përcaktohet qartë që e dim që në Bregdetin e Jugut, apo Bregdetin e Veriut, apo do t'a kemi qyteza që të banohet, ku do të shiten vila, apo shtëpia, apo hoteleri për industrinë dhe jo hoteleri dhe industri turistike. Zgjidhja është dhe ajo, por s'ka pse të promovohet dhe të frymëzohet apo të propagandohet si zhvillim turistik. Zhvillim turistik në një zonë ku nga 100% që është dhënë për turizëm, vetëm 20% jepet për hotel, dhe ai është një hotel i cunguar me 150 dhoma dhe pa hapësira, apo me një pishin ku do të vinë edhe banorët rreth rrotull, unë nuk e quaj turizëm, është mënyra dhe zgjidhja më e papërshtatshme për zhvillimin e turizmit. Zoti Vati, faleminderit për këtë intervistë. Ju falenderoj dhe unë. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.